drejtosh në rrugën e Zotit. Eja, shpirti i paqes, të na kujtosh fjalët që i tha për ne. Po të thërasim shpirti i Krishtit, eja ti në zemra tona, ndriqoj sytë tanë, bëj që ta shohim mirësinë e hyj ndaj nesh. Shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Shpirti i paqes, të na kujtosh fjalët që i tha për ne. Eja o shpirt, e nga të katër erat, e frymbi kë nuk ka jet. Eja o shpirt, e frymëzon bine, që edhe ne të jetojmë. Shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Shpirti i paqes, të na kujtosh fjalët që i tha për ne. Në emërtatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Hiri dhe paqja e hyjtatit ton, le Jezu Krishtit Zot qoftë me ju të gjithë. Besimtar fort e dashtën, me gjithë shpirt e falenderojmë Zotin, sepse ai gjithmonë përkujdeset për ne, sikur e dini. Kisha ka kërku për Padre Flavian që të shërbeje në administraturën e jugut, edhe në vend të Padre Flavius, provania hynore na ka mundësu që tjetë familitari jon, Padre Prel Gjurashaj, që në emrin të Zotit i urojmë mirëseardhjen për arsye se ju e njihni, edhe lutna me gjithë zemër që të gjithë së bashku me Padre Prelen të ushqehemi me fjalën e Zotit, me sakramentet e kishës, që të kena mundësi me jetue jetën e Krishtit për me pas pikrisht plotësinë e jetës, dhe pikrisht në këtë mënyrë na urojmë Padre Prels shnet dhe jetë gjatë, që të kena mundësi për me plotësue vullnetin e dashnin e Zotit, edhe mirëse rierdhe Padre Prela. Dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Shpirti i paqes, të na i kujtosh fjalët që i tha për ne. Mësona të shpresojmë, mësona që të duam, mësona ta lëvdrojmë hyn. Mësona që të lutemi, na e trego rrugën ton të bashkimit.
shpirti dashuris, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Eja, shpirti i paqes, të na i kujtosh fjalët që i tha për ne. Vllazën e motra, ti pranojmë kantet tona, që të mund t'i kremtojmë denjësisht misteret e shenjta. Po i rfehem hyjë të gjithëpushtetshëm, vllazën e motra, se kanë kërkuar me mendime, fjala, vepra, energji, për fajin tim, për më të mëjnë fajin tim. Hyj gjithëpushtetshëm, pas të mëshirë për ne na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosëm. excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, e pace njerëzve, vullnet mirë mbi tokë, ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdin ton dhe të pakufi. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Zoti, mbret qellar, hyjet i gjithë pushtetshëm, Zot birin e lindur, Jezu Krisht, Zot i qenë gjihit, mbi hatit, ti që shryen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. Ti që shryen mëkatet e botës, pranoje lutjen ton. Ti që rinë të djathtën e atit, ki mëshirë për ne. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti e jetë larti, Jezu Krisht,
bashku me shpirtin shenjt, në lavdin e hitat. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Të lutemi, o hytemi misterin e fesë sotme, e shëjtron kishën tande të gjithë mbarshme, të përhapur në çdo vende, në çdo kombë. Zbrazi dhuratat e shpirtit shenjt mbi të gjithë njerëzit. E vazhdoje në zemrat e besimtarëve veprën e dashurisë, që ti ndërmore në fillimin e predikimit të Ungjillit, nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rëshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja, paprit mas u ndje një ushtim nga qielli si shungullim e erës së fortë, dhe mbushi të gjithë shtëpinë ku ata ishin. Atëherë, atyre ju duken gjuhë, si të ishin zjarri. Këto u ndanë e zunë vend nga një, mbi se cilin prej tyre. Të gjithë u mbushen me shpirtin shenjt dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjt i shndriste të shpreheshin. Dhe aso here, në Jeruzalem banonin një denjë, njerëz të përshpirtshëm, të ardhur prej të gjitha kombeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, nga rendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili i dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë të gjithë Galileas? Po si atëherë, secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare. Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, të Judes, të Kapadokis, të Pontit e të Azis, të Frigjis e Pamfilis, të Egjiptit, të krahinave të Libis rreth Cirenës, njerëz të ardhur nga Roma, judenjë proselit, kretas e arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhërueshme të hyjit në gjuhët tona amtare. Fjala e Zotit. Me shpirtin tënd o Zot, është mbushur toka, është mbushur toka. Me shpirtin tënd o Zot, është mbushur toka, është mbushur toka. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot, hyjim, sa i madhje, sa të shumta janë o Zot veprat e tua, ploto shtoka me krijesat e tua. Me shpirtin tënd o Zot, është mbushur toka, është mbushur toka. Po e fshet i fytyrën, ato të razohen dhe kthehen në plur përsëri. Po e dërgove frymën tënde, përsëri përthihen dhe rinon fytyrën e dheut. Me shpirtin tënd o Zot, është
mbushur toka, është mbushur toka. E amshushme qoftë lavdia e Zotit, u gëzov Zotin në veprat e veta. I pëlqet Zotit kënga ime, kënaqjen time e kam vënë në Zotin. Me shpirtin tënd o Zot, është mbushur toka, është mbushur toka. Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit të hyjit nuk thot qoftë mallkuar Jezusi. Por edhe askush nuk mund të thot as Jezusi është Zot, veç se nën veprimin e Shpirtit Shenjtë. Dhuratat janë të ndryshme, por Shpirti i Shenjtë është i njëjtë. Edhe shërbesat në përhapje të Ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjtë. Po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por Hyj është i njëjtë. Ai bën gjithçka në të gjithë. Secili merr dhuratë të veçantë të zbulesës së Shpirtit Shenjtë për të mirën e përbashkët. Edhe një mend, sikurse një trup i vetëm ka shumë gjymtyr, e të gjitha gjymtyrët e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë por një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetmin Shpirt Shenjtë, të gjithë jemi pakzuar për të qenë një trup i vetëm, si hebrejt ashtu grekët, si robrit ashtu edhe të lirët, dhe të gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin Shpirt Shenjtë. Fjala e Zotit. Shpirti i Zotit, Shpirti i Zotit, Shpirti i Zotit, heja, fry prej qellit, heja, Shpirti Shenjtë të ris, Shpirti i dashuris, Shpirti i Zotit, heja. O Shpirt Shenjtë zbrit mbi ne, e prej qellit erdh mbi ne, razet e tua plot me drit, e jauat për nevojtar, e jatin dhën ti bujar, e jati që mendjet shtrit, ti ngushtica ngushlim bjen, ti ndër zemra si mik fjen, të radhën tjetrisht të sforcon, në munde djerës ti e pushim, në vapen lufti e freskim, loti tër zemrat ngushlon, ndrit hynore plot shenjtni, shnrit naj mendjet e ndashni, kalle flakën të shpreson, kusje ti gjithçka dështon, natyrt njerit gjas qëndron, që t'jet shenjtë si ti don, njollat hiqda nga t'pastron,
shpirtrat të njëre drigo, Vartëm katit në i shëro, Qka është prishkën të shëmlako, Qka është ftot me flak rëtho, Qka është trem të mbël drejto, Jep në ne që në ty besojmë, Jep në ne që në ty shpresojmë, Shtatë dhëntit që është shirojmë, Mundin ton ti në shpërble, M'kat me dek ti mos në le, Ban me ty në mshin plum në, Zbashkët. Shpirti i Zotit, Qohemi në këmbë. Shpirti i Zotit, Shpirti i Zotit, eja, fry prej qelit, eja, Shpirti shenjtë të ris, Shpirti i dashuris, Shpirti i Zotit, eja. Alleluia, 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 alleluia. Eja o shpirti shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu dhe ndeze në ta zjarrin e dashurisë sate. Alleluia, 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 Alleluia. Zoti qoftë me ju. Lexim prej Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Në mbrëmje të po asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenëve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Si u tha kështu, u tregoi duar dhe krarorin. Nxënësit u gëzuan kur e panë Zotrin. Mandej u tha prap, paqja me ju. Sikur se me dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shenjtë, atyre që u afalni mëkatet, u falen, e atyre që nuk u afalni, nuk u falen. Fjala e Zotit. Vllazën e motra, edhe pse jam këtu ma shumë se 7 vjet,
por po më duket si me kënë për herë të parë. Do më thëmë me emocione, por në është mirë. Ja, rifilua me emocione. Sot në ditën e Rshajve, kem dëgjuar Ungjillin gjitha vitet, vitin A, vitin B, e vitin C, me rredesh është një ungjill tjetër, e çdo njani në këtë ditë shpreh një anë të rëndësishme të veprimit të Shpirtit të Shenjtë. Kem dëgjuar se atë ditë që Jezusi ishte ngjall prej të vdekunve, kishte shkua me i vizitua 12 apostujt. Nuk i gjeti 12, gjeti 10. Nuk ishte Juda aty, pse kishte shkua në vendin ku s'duhet. Nuk ishte as Toma, një prej apostujve, që vetëm dielën pas, 8 ditë pas, do të ritakohet me Jezusin e ngjallun. Edhe në këtë ditë, t'javës pra ditën e diel, në mrame, nxënësit ishin të bashkuar të gjithë, me dyrë të mbylluna, prej frikës, judejve, Shpirti i Shenjtë s'kishte zbrit hala, prandaj edhe kishin frikë. Erdhi Jezusi zoni në mes tyne, e mas parit u alluroi paqen. Pas paqës, ja vëlla misionin. Misionin, do me thanë, u tha kështu. Sikur se më dërgoi mua ati e ka dërgua, Ungjilli në shumë vende na tregon, thotë, edhe na përmbledhën fakton veprën e Jezusit edhe mbrana një rreshtit. Thot Gjoni, aq shumë Zoti na ka dashur sa ka dërguar të birin e vet, të vetmin, që kushdo që të besojë në ta, të shpëtojë e mos të birret. Kjo është esenca se çka bante Jezusi. Tashti Jezusi do të ngjitet te ati. Ju kishte premtuar nxënësve, s'kam me ju lanë vetëm, kam me ju lanë një mbrojtës tjetër që t'jetë gjithmonë me ju. Edhe po ja u jepte të njëjtën ditë, kur ishte ringjallë. Ju thot pra, sikur se mua më dërgoi ati, po ju dërgoj ju, pra po ju jap misionin tim, çka kam ba unë, do të bani edhe ju. Atërulla, thot, hukati frymbuta, e ju tha, merrni Shpirtin Shenjtë. Për çka? Në mënyrë specifike, se Jezusi ka ardhur, ai vetë ka ardhur për virtyt të Shpirtit Shenjtë. As nxënësit s'do të shkojnë në mend vetë e pa fuqinë e Shpirtit Shenjtë. Kur Jezusi edhe është mishrua, e ka bën këtë Shpirti Shenjtë. Kur Jezusi ka fillua, pas pagzimit ti, ka shkua në shkreti me u pregadit, i nxitun prej Shpirtit Shenjtë. I shtyn prej Shpirtit Shenjtë. Kur u kthye prej shkretis, pra prej vendit të vetmuam, thot Ungjilli, u kthye plot me Shpirtin Shenjtë. Pra, gjithçka fillon me Shpirtin e Zotit. Kështu edhe për ne. Pra, këtë mision kishte ai, të njëjtin mision po ja jep te Jezusi, tu i fuqizuar me Shpirtin Shenjtë, edhe shton, atyre që do t'u falni mëkatet u falen, e atyre që nuk u falen, nuk ju falen. Falja e mëkatet është dhuratë ai ka bën Krishti këtë. Në këtë kuptim bëhet thuhet edhe njëra edhe tjetra. Atyre që u falen, ju falen. Dhe se kush ka nevojë i falit gjithmonë. Atyre që nuk ju falen, nuk u falen. Tashti, kjo është vepra kryesore e Krishtit. Jezusi nuk ka me bën gjëra tjera në këtë botë. Ka me fal mëkatet njerëzve. E është vepra shpëtimtare. Në kryq, Jezusi ka vdek për me i shfaqsuar njerëzimin. Para se me vdekën në kryq, e ka
spjegua se çfarë do me thonë do të kenë kryqi i tij e vdekja në kryq. Do me thonë, ai dorëzimi i tij me trup e me shpirt atit. Po e përpara edhe ka spjegu i ka thonë, tashti kjo që po ndodh, këtë do të përkujtoni edhe ju. Tash ne përkujtojmë meshën e shajt, faljen e mëkateve. Çdo meshë e shajt është përkujtimi i veprës së madhe të Jezusit. Edhe qendra e asaj që na flet Zoti Jezus sot këtu, do me thonë, po ja vjap shpirtin shajt, fuqinë e shpirtit që të mund t'ja u falni njerëzve mëkatet. Këtë kujtojmë gjithmonë, pra në qendër të meshës është kjo. Kur e marrim hostjen, e pasi kem shtriduart që t'vinë shpirti shajt. Ajo shtrimja e durve që ban meshtari, është vetëm pse po i kërkojmë atit o atë, dërgoje shpirtin tanë të shajt mbi këto dhurata që të bahen trupi edhe gjaku i Jezusit. Atë Jezusi kur ka marrë, pra darkën e fundit, ka marrë bukën e ka thënë, ky është trupi im që po flohet për ju, e ky është gjaku im, mori thot venen kelkun, e tha, ky është gjaku im që po flohet për ju e për shumë tjerë. Jezusi po përfshinte botën mbar e gjithë shekuj për faljen e mëkateve. Pra e tregon do me thanë kuptimin e vdekjes tij në kryq. E tregon cili ishte misioni qendror. Praktikisht Jezusi nuk është se ka qëllime tjera. Tashti, kjo pjesë e ungjillit që e dëgjuam sot në ditën e Ershajve, në këtë vit A, praktikisht prej këtij ungjilli thash bani përmbledhje edhe kur shkojmë me rrëfye mëkatit. Kur shkojmë me rrëfye storia atje, atër kisha ka një formul si që ka për çdo sakrament. Rrëfimi është edhe sakrament. Mos falja e mëkateve është kalon nëpërmjet sakramentit. Çdo sakrament ka formulën e vet shumë të përmbledhur. Kur jem pagzua, kisha ka sipas ungjillit, merret vesh ose ka shpik, kalon formulën atë pjesën kryesore të pagzimit. E unë tu ja thon emrin personit, e unë po të pagzoj në mërtatit e të biritet shpirtit shajt edhe zbrazët u imbita. Kjo është formula e pagzimit. Kur jem krezmua, edhe krezmim ka formulën e vetë. Shtrimja e durve mbi personin, e thirrja e shpirtit shajt, edhe tu i thonë personit, me revullën e lëntis të shpirtit shajt. Edhe sakramenti i rrëfimit, pra për faljen e mëkateve, kisha ka formulën e vet sakramentale. E kjo përmbledh çka kem dëgjuar në ungjil sot. Shihni si thot. Pra meshtari mbi atë që janë shtrëfye me dur të shtrime mbi ta i thot, hyu ati mëshirës. Mas parit për me ditë se është shumë i mëshirshëm, e ban për mëshirë, do më thonë për dashuri. Që me vdekjen dhe ngjalljen e të birit vet e pajtoi botën. Pra kur ka lënë shpirt Jezusi në kryq, e ka pajtuar botën sa i përket atij. Do më thonë, ai vet ja ka lënë paqen, çlirimin, shpëtimin me atë akt dorëzimit të në kryq. Pra kjo ka ndodhur nëpërmjet tij. I përket edhe Jezusi thot në Ungjil, të jep atë çka ka ba. E vazhdon, thot, pra, Jezusi e ka ba këtë gjë. Pra, biriatit e ka pajtuar botën. E shton formula. Leluroi shpirtin shajt për faljen e mëkateve. Këtë që thot Jezusi sot, pra, si foli kështu, hukati mbi ta i tha, merreni shpirtin shajt atyne që ju a falni mëkatit u faljen. E shton në fund, të lënd për mes shërbeskis ndjesën le paqen. Edhe në fund, e thot meshtari, e unë po të zgjidh prej mëkateve tua, me atë pushtet pra që ka lënë Jezusi kishës, po të zgjidh prej mëkateve tua, në mentatit e të birit e të shpirtit shajt. Këtë sot, këtë veprim të shpirtit shajt sot kujtojmë në Ungjil.
pse është kaq e rëndësishme kjo. Ne duhet me kuptua fjalën e Zotit, domethënë çka është e rëndësishme për Jezusin, është e rëndësishme për ne. Jezusi ka ardhur me na çlirua. Njëherë kur po debatonte me judejt, me besimtarët, Jezusi debatet kryesore nuk i ka ba me jo besimtar. Praktikisht askur s'ka debatuar Jezusi me ata që nuk besojnë Zotin. Ka debatuar gjithmonë me judejt besimtar, me kryepriftrinjt, me Sinedrin, me farizejt, pra të anda që ishin kryesorë. Por dhe kur besojmë kajherë se kuptojmë Zotin, e kur se kuptojmë Zotin, se çka don Zoti, atër bjem në konflikt me ta. Shpeshe nuk kem në paqë me Zotin. Nuk kem në paqë ka herë me njëri tjetrin, po si në paqë as me Zotin. Me fjalë tjera nuk pajtohna çka ban Zoti, nuk pajtohna çka don Zoti, nuk pajtohna si don Zoti. Por Jezusi ka ardhur me krye një vepër të veçantë. Edhe pra po i thoshte judejve në debat, po i thoshte, nëse ma pranoni fjallën, që është kryesorja që i përdorte Jezusi për me transmetua, nëse e pranoni shpirtin e të vërtetës, se me fjallë transmeton të pikrisht shpirtin e të vërtetës, që është edhe shpirti i shajt në të njëjtën kohë, por shpirti i vërtetës. Nëse merrni shpirtin e të vërtetës, se fjalla e ka të vërtetën, atër shtonë thotë, kjo do t'ju baj njerëz të lirë. Për këtë ka ardhur Jezusi në këtë botë, me na çlirua. Nuk e besoj se ka ndonjë gjë në botë që çdo njani prej nesh dëshiron më shumë se lirinë. Me kanë lirë. Atër na e konceptojmë lirinë, a e dëshojmë një liri më shumë se një tjetër, por Jezusi na flet për një liri specifike. Pra ai don lirinë tonë, ka ardhur na çlirua. Judejt po kundështonin e thoshin, na nuk kem kanë sklava skur, asë në të kaluën për historinë tonë, nuk kem nevoj me kanë të lirë, ju thoshte. Ata e mendonin ma shumë politikisht, në kuptimin nëse ishte dikush, me 10 vite, a me sheku që i sundohen 8 popull, atër ishin sklav. Ata thoshin, na, s'jem kanë sklav askur. Por Jezusi nuk e kishte fjallën të sklavëria e një pushtetit më të madh, se Jezusi ka veprua gjithë kohën e veprimit të Jezusit, Izraeli nuk ishte i lirë, ishte në pushtimin e romakëve, pra ata praktikisht ishin sklav të gjithë, edhe në kohën e Jezusit. E është interesant se Jezusi asnjëherë nuk tentoi me veprua, me çlirua popullin e Izraelit prej romakëve, që ishte imperi i madh. Ka herë kishin tundime njerëzit edhe apostujt me i thanë, si i kanë thënë edhe pas ringjalljes, është tash koha me rindërtua mbretërinë e Izraelit, pra ata kishin shpesa më çliru prej kësaj sklavërie. Por nuk e kishte fjalën këtu Jezusi, do t'ju baj njerëz të lirë. Atër Jezusi i mëson, e shton pra, ai që më katnon është sklavë. Këtë thot Jezusi. Pra, kam ardhur me ju çlirua prej sklavërisë mëkatit. Edhe Jezusi e ka aq për zemër këtë gjë që ta kuptojmë se është sklavëria më e madhe që mund me ndodh jetës sonë është mëkati. Nuk jem sklav në kuptimin pse bijem, rëzohna e qohna. Jo. Nuk është kjo që na ban sklav. Sklav jem kur jetojmë në mëkate, e pra e kem pranua që mëkati zgjedhjet tona të gabume që të na sundoj. Atër jem sklav. Nuk jem sklav kur jem të zot me banë si Jezusi që shkon drejt malit Kalvarit që rëzohet, kur kujtojmë këto ndalesat, urzuaj Jezusi për herë të parë. E u çu prap. Vazhdoi. Diku ma vonë thomë, urzua përsëri edhe herë dytë. Prap u çua. Prap vazhdoi, urzua edhe herën e tretë. Ndoshta edhe më shumë se aq, por ne kujtojmë 3 herë. Është rëzuar vazhdimisht deri tek kryqi. Në këtë kuptim, jeta jonë është rëzohu, ka i herë e qohu. Rëzohu pra e qohu, por sa herë që qohna, do me thonë, nuk jem sklav. Nuk e ke liu me kënë sklav. Pse Zoti na jep fuqin me dalë fitimtar pas çdo ramjes. Por Jezusi flet për këtë.
edhe në rastet të ndryshme ka folë, ka vepru, jo vetëm folë, për me tërgu se kjo është sklavëria, kjo është e keqja e njeriut. Kujtoni një herë tjetër se si Jezusi, kur ja sollën një njeri të smur, Ungjilli thotë se ishte i paralizuar. Po nuk ishte thjesht i paralizuar pak, as në njërë në anë, po në tana andë, ishte aq i paralizuar, aq i sa nuk mund të bante kur gja vetëm në jetë, e kjo është sklavëria edhe fizike, po e sollën 4 vetë para Jezusit. Pra, aq i smur ishte. E avun para Jezusit, pse Jezusi bante mrekulli, bante e dinte, ata e dinin se ai po e ban këtë. Edhe avun Jezusit para. Edhe Jezusi çuditërisht intervenoi me fjalë që nuk e pritën as ata, as se presim as na. Fjalët e Jezusit drejt këtij personi të smur ishin guxim biro. Janë falë mëkatet tua. Ata kanë mujë me thanë, po na s'ke marrë për na i falë mëkatet. Na s'ke marrë më rëfyë. Na ke marrë më kënë shëru më në trup. Por Jezusi që sheh thellë në jetën tonë, e din çka do të thonë me kënë të shpëtuam, e që e don lirinë tonë të mrenshme mbi gjithçka, sepse na në mretorinë e Zotit, si thot Jezusi, mund shkojmë edhe pa gjymtyr, po shkojmë te Zoti, e nuk është ajo që na man skllav në fakt. Por me ba me shku shnoshtët atje në jetën tjetër, por jo te Zoti, çfarë duhet? Pa Jezusi kuptonte mirë se ku është sklavëria e njeriut. Atëherë për këtë Jezusi edhe sot ju thot, ju do të vazhdoni misionin tim, po jap këtë mision, po ju mbush plot me fuqi të Shpirtit Shenjtë. Edhe atëherë mund t'i falni mëkatet e tjerëve, mund t'i çlironi njerëzit. Jezusi e tregon, e ban këtë me shumë mëshirë. I thot për ati të smurit, guxim, do të thotë jep guxim. Nuk e shtyp. Nuk i thot pse kem katnua. Ndoshta ai ishte i Zotit, as me pranu faljen e Zotit. Ndoshta atje vuan të mrenë në shpirt. S'mund të me pranu atë që kishte ban. Ndoshta s'mund të as me fal vetes, po e fal të Zotit. Ka herë njerëz s'mund as vetes me fal mëkatet. S'janë Zot. Ka herë. Atë Jezusi tu e kuptua këtë i thot, ki guxim, merr guxim, janë fal mëkatet tua, ti e i lirë. Jezusi ka vazhduar me krye këtë vepër vazhdimisht. Tashti nuk është vetëm falja që merret nëpërmjet sakramentit që është gjë kryesore, por ky mision është për të gjithë. Domethënë nuk është vetëm ka me krye ai që e ka marrë detyrën e meshtarit, edhe ka me krye me fal. Kjo vërtet është punë e madhe, se Jezusi sot kështu thot. Por Jezusi jep pushtet, Shpirtin Shenjtë pushtet çdo besimtarit me fal mëkatet. Sa pushtet mund të përdorim për me i fal tjetrin. Jezusi na fton shumë në mënyrë të preme me i përdor faljen. Ja, fal tjerëve mëkatet. E kujtoni atë ngjarje kur në shëmbulltyrën e Jezusit po tregonte Jezusi se si i erdhi njani te Zoti, te Zotria, po Zoti është që kishte shumë borxhe, do të thënë shumë mëkate. Edhe do të më bën llogaritë Zotria, i thoshte kthej me këtë borxhet. Pa i smunte. Nuk mundte me liru veten. E tha smunen, po ki mëshirë për mua. Edhe sot Ungjilli, sot Jezusi, Zotria e fali të tana. Të gjitha. Ja lau tana borxhet. S'kishte nevojë me kthy kur gjë. E fali.
Po, thot shëmbulltyra pas, a i vazhdoj, doli në jetën e ti, vazhdoj me jetua, u taku me një shok të vetë, që këti ja kishte borç diçka pak, jo shumë. Filloj me kërkua, ky faluni, ky çliruemi, filloj ati shokut të vetë me kërkua, me thonë, mi kthe borxhet që mi ke. Merë dhe gjithmonë flitet me gjuhën e faljes, në kuptimin ti, Jezusi do në thanë, se ai kishte nevoj me e falj, e ai po i kërkon të falje. Ky s'don të mja dit, i falun, i s'don të mja dit as pak. Thot, s'deshti me e falje, e futi në burg. Dikur shkoj, thot në vesh zotërisë se ai që ti e ke falj, nuk ka falj. Nuk ka falj mëkatit ati tjetrit, se këtu ishte fjale. Zotëria thirrë edhe herë, e i tha, nuk je shëptori mirë, se unë të kom të shlirua, të kom falj, është dashtëllti me vepruam. Pra, kjo dhurat, merë një shpirtin shajt, kujtja falj një mëkati janë të faljuna. E laj tjetri, ka nevoj me këni faljun, a e dini se nuk mjafton me falj vetëm Zoti. Na kem nevojë edhe na me falet person për me këni lirë. Sa herë jam kënë dëshmitar që Zoti kërkonte prej personave me kam ngulje me fal një person që i kishte ba keqe, damme, kishin kalu vite, një farë mënyrë Zotin e kalon dorë edhe ne tu, në elon këtë pushtet në dorë, do më thonë që ti kur dush me fal, ke me fal. Po ka herë nuk falim. Edhe nuk falit. Nuk shlirohet, kem si me thonë, edhe na me durë tu në duhet me zgjell, me hjek, se na e kalon Zoti pushtet për me të shlirua bashkë me ta. Dikur në jetën rregulltare, veçanërisht disa urna të mëdhej, praktikohej çdo ditë në mrame kur ishte lutja e fundit, me rrëfim katit njëri tjetrit. Nuk ishte rrëfim në festore. Por kështu në mrame gjatë ditës tu jetu bashkë tan ditën, ka i gaboj me njëri tjetrin atë në mrame bahej, se më thanë, njëri tjetrit tu i thanë, kam gabu këtë gjë, me më falë. Kam gabu këtë gjë me ty, me më falë. Dhe më thanë, nuk shkoshin në festore, nuk ishin asë mëkate në oshta për rrëfestore, por praktikohej kjo me falje, me të çliru njëri tjetrin. Pra, sot Zoti na kujton, ju kom dhënë shpirtin e shenjt, shpirtin e fuqishëm për me falë shumë, me i të çliru njerëzit e me Allahun lirinë e plot. Amen. Besoj në një hyt vetëm, Për faljen e mëkateve, për e zgjatjen e vdekjeve,
Vllazën e motra ashtu si apostujt, të bashkuar në çenakull e të mbushur me shpirtin shenjt, të lamë me njanë frigën tonë, le t'ja drejtojmë hyut lutjen tonë. Lutemi së bashku. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot. Për kishën bashkësinë e nxënësve të tu, që e udhëhequr nga shpirti i shenjtë, t'i shpallë gjithë botës ungjillin e Zotit Jezus. Të lutemi. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot. Për qeveritarët, që të hapur ndaj veprimeve të shpirtit shenjtë, të forcojnë solidaritetin mes popujve dhe t'i ndihmojmë për të mirën e përbashkët. Të lutemi. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot. Për njerëzit e vetmuar dhe të shkurajuar, që ngushëlluese si t'i bëj ata të ndjejnë dashurinë e hyjit. Atë për ta. Të lutemi. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot. Për adoleshentët që në sakramentin e krezmimit do të marrin dhuratën e shpirtit shenjtë, që prindrit, katekistët dhe famullitarët t'i ndihmojnë në këtë zgjedhje jete. Të lutemi. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot. Për bashkësinë tonë famulitare, që shpirti shenjtë të ripërtri mes antarëve të saj dhuratën e besimit, të shpresës dhe të bamirësisë. Të lutemi. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot. O shpirt shenjtë, ti e dritë, zjarë dhe edhe tronditse, ti e fuqia e faljes, frymë mbi ne, na ba dëshmitar dhënë të Krishtit që të mund të shpallin fytyrën e shtritshme të hyut, që jeton e mbretëron në shekujt shekujve. Amen. Shpirti hyjt, eja timine, dashuri hyjnore, eja timine, ati ndërgoje shpirtin tënd dhe na pastro, na shëjtro, në Jezu Krishtin shpirti hyjt, na bashko. Shpirti hyjt, eja timbine, ati ndërgoje shpirtin tënd dhe na pastro, na shëjtro, në Jezu Krishti shpirti hyjt, na bashko. Shpirti hyjt, eja timbine, shpirti hyjt, eja timbine, dashuri hyjnore,
bashko shpirti hyj eja ti mbine. Lutuni vllazën e motra, që flia ime lejuja dali pëlqyeshme para hyut Atit gjithëpushtetshëm. Bajnë po të lutemi o Zot që si pas premtimit birit tënd, shpirti shajt na zbuloj fshehësinë e kësaj flije e t'i hap zemrat tona për ta kuptuar plotësisht vërtetën nëpër Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrat. T'falenderojmë Zotin hyun ton. Për një mend është punë e drejtë. Është detyre jona dhe burim shpëtimi të falenderojmë gjithmonë e gjithkund ty o Zot Ati shajt hyj gjithëpushtetshëm dhe jam shumë. Ti për ta kryer plotësisht misterin e pashkve, mbi ata që i kishe birësuar nëpërmjet birit tënd, sot e ke ndikuar shpirtin shajt. Ai në vetë fillimin e kishë u zbuloi gjithë popujve hyun e vërtet. Dhe gjuhët e ndryshme i bashkojnë dëshminë e një feje të vetme. Prandaj njerëzimin mbar botën ngaldon me harren e plot pashkve, por edhe fuqitë e epërme dhe pushtetet të ngjellore e këndojnë himnin e lavdisat e tu e thanë pa pushim. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Me të vërtetë ti je shenjtë o Zot, burimi i çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi, shenjtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bahën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranonte mundimet, mori i bukën. Të falenderoj e theu, u alla nxënësve dhe të tha, merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të fljohet për ju. Ashtu pas ju ky darka mori edhe kelkun. Përsëri të falenderoj u alla nxënësve dhe të tha, merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i besiljes rrelle të mshuar që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tan, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të shndrojmë para Teje të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shajt të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bien mend o Zot për kishën tënde të shpërndarën katër anët e botës.
Përsosin dashuri bashkë me papën ton Leonin, me i peshguin ton Arianin dhe me gjithë klerin tëndë. Le bjen mendele për vlezërit tanë e motrat tona cilë pushuan me shpresë të ngjalljes, ele për të gjitha tanë që vdiqën e mëshirën tënde. Pranoj ele ata në dritën e ftyrë sate. Po të lutemi ki mëshirë dhe për ne të gjithë, që të bahemi pjestar në jetën e pasosën me Marin Virgjër Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostoj, me gjithë shenjtrit që gjithëherë të pëlqyen, që të mallërojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin e me Krishtin le në Krishtin, ty o atë hy gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shejt, të qoftë çdo ndërë lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Një mendje dhe një zemre të i drejtohemi atit ton qelor, aty na liro, po të lutemi o Zot, prej gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na e paqen ditë tona, e në sajtë mëshirë sate do të lirohemi për gjithmonë prej mkatit. E do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi të e prit shpresë në lume, ardhin e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, ju ke thënë apostujve tu, po ju la paqen, po ju jep paqen time. Mos i shiko mëkatet tona, por fene kish sate, jepja saj sipas vullnetit tanë paqe dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekujt shekujve. Amen. Paqja e Zotit, qoftë për gjithmonë me ju. Jepjeni njëri tjetrit shenjën e paqes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, 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 dona nobis pacem. Ja qëngji i hyut, ja i që i shlyen mëkatet e botës, lumë ata që janë thirrur për gostinë e qëngjit.
Spiritus, veni lumen cordium, veni Sancte 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 Spiritus.
të lutemi. O hy, ti alluron kish sate të mirat qëllore. Ruje hirin që jale, që shpirti shajt të veproj gjithherë mes nesh, dhe në përmjet ushqimit shpirtror që morem, të përparojmë drejt shëlbimit të mshushëm. Në për Krishtin Zotin tonë. Po i kujtoj, edhe pse ka kohë hala, por me datën 1 qershor është përkujtimi i kushtimit kësaj kishe. Kur vinin kish, nuk e dja e keni murenoj her aty, mrapa, nuk shihet, është një plak e male, edhe shkruan, kjo kish i ke kushtua hyjut Lëshën Antonit Padovës, nga Argjipeshgi metropolit im Zot Rok Mirdita, me datën 1 qershor 2011. Bahen 15 vite të kushtimit kësaj kishe, ku kem ardhë djel pas djelet, e kem përdorë këtë kishë, a banë për me përdorë, për me thënë mesh, për me marë sakramentet, për me ullut, për më urfyë, edhe e ka rëndësinë e vetë pagzimi kësaj kishe, me thënë ashton, kushtimi kësaj kishe. Janë lyë muret, janë lyë vend shtyllet e kësaj kishë me vojën e shajt, që tjetë në shërbimin tonë. Atëherë, është ditë e hane, me 1 qershor, meshën kemë me thanë, jo në mëngjes, por kemë me thanë pas ditet, në orën 6, edhe pse kemë edhe 1 djele për para, por që ta dini që është tash, e është bukur që ta kushtojmë e të gëzohna për kishën që është ndërtua e është kushtua Zotit. Zoti qoftë me ju. Hyu ati i dritës që i shndrit zemrat e nxansve me ndikimin e shpirtit shajt ju mbusht me gëzimin e bekimit vetë, dhe ju pasuroft me lurantat e të njajtit shpirt. Zjarit që mrekullisht të dukë mbi nxansit e Krishtit i pastroft me fuqinë e vetë zemrat tuja nga çdo e keqe dhe i shndrit me shkëlqimin e vetë. Shpirti shajt i bashkoj popujt e gjuhëve të ndryshme në dëshminë e të njajtës fe, me lurantin e tij edhe ju qëndrofshin fe, e duke jetuar me shpresën Zotin arritëshin i ditë në lumturinë e pasosur. Dhe bekimi hyut gjithpushtetshëm i Atit e i Birit dhe i Shpirtit shajt artë mbi ju e qëndroft për gjithmonë. Me shaj ka krye të shkojmë në paqë. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat,